Në komunën e Gjakovës u mbajt debat publik me temën kontributi i të rinjeve e të rejave në politikat komunale. E gjithë kjo u zhvillua në kuadër të projektit Angazhimi i rinisë në procese politike zgjedhore. Drejtori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Gjakovë, Meriton Ferizi, tha se ky debat ka për qëllim rritjen e vetëdijësimit të rinjeve në vendimarrje dhe të rrit proceset e të rinjeve në udhëheqjen politike komunale. Duhet pas parasysh që raporti lider dhe ai që vije ta kryej punën e vet nuk duhet të jetë i lidhur, të jetë militant i partisë, po të jetë domethënë pjesëmarrës në gjitha këto procese që të rinjve t'ju dëgjohet zëri. Është bë plani veprimi të rinor që ka kaluar në Asamblenë Komunale, i cili në vitin 2016 do të konkretizohet dhe do të ndohet një buxhet që ai plan të jetë në funksion domethënë të rinisë. Drejtori i Qendrës Rinore në Gjakovë, Arber Xhara, pohoi se debatet e tilla do t'ju sigurojnë një hapësirë të rinjeve që të diskutojnë për mundësitë që ata të angazhohen si qytetar aktiv brenda komunës së tyre. Sot i kemi diku rreth 100 vullnetarë aktiv në kuadër të organizatës, mirë po kemi një numër shumë të madh përfituesve, numër të madh të rinjve përfitues të aktiviteteve tona. Në mes tjerash, përfaqësuesja e Këshillit Rinor Kosovar Erbenita Krasniqi shtoi se fokusi kryesor është cilësia në arsim dhe punësimi të rinjeve. Këshilli Rinor Kosovar është pranuar në Unionin e Trive Evropian, është OBESO. Prej këtij viti kemi filluar me qenë si antar në OBESO, domethënë ku prej këtij viti kanë përfaqësu të rinjtë e Kosovës tamam me prezantu Kosovën. Pjesë e debatit ishin Dorina Luka nga organizata YMCA dhe kryetaria e Këshillit të Nxënësve në Gjakovë, Dorina Doli, si dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme dhe të rinjët të cilët shprehen ide të rekomandimet, kritikat e shumë shka tjetër rreth rinisë kosovare. Ky debat u zhvillua nga rrjeti i edukatorëve bashkëmoshatar, i cili u mbështet nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemin Zgjedhor dhe Agjencioni i Shteteve të Bashkuara për Zhvillimin Ndërkombëtar.